Vin të paktën 8.000 emigrantë në këto 20 qendra. Veçoria është që bëhen të gjithë në qarqet jugut, në cilën PS-ja Rama mendon se ka zonën e vet elektorale më të sigurt, pra i ka hambar votash, edhe nuk është se pyet shumë nesër pas nesër, nuk është se parashikon që do të ketë ndonjë lloj rezistence. Por gjë e rëndë është që kjo që bëhet pa plan, pa program, pa masa sigurie, pa asnjë lloj kapaciteti të Shqipërisë, jo vetëm për të ngritur këtë qendër, se formalisht edhe mund t'i ngresh, por në mënyrë që të jenë funksionale dhe të shërbejnë atij qëllimi, pra strehim i përkohshëm i emigrantëve të cilët vinë nga zona të rrezikuara, ndaj të cilëve Partia Demokratike nuk ka asnjë gjë, e kemi thënë, ata janë njerëz që me shumë mundime i kanë shpëtuar problemet e rënda që kanë vendet e tyre, kryesisht lufta, kanë kaluar mira peripeci për të ardhur deri këtu, sigurisht nuk është Shqipëria destinacioni i tyre, janë vendet e Bashkimit Evropian, por për fat keq edhe të tyre në këtë rast, dhe tonin, Shqipëria nuk ka asnjë lloj kapaciteti që t'i ngrejë këto qendrat, ti përpunoj këta emigrantë dhe më lë një pyetje naive këtu. Po. Ku e dim ne që këta që po vinë janë patjetër që vinë nga lufta? Atëherë ka Si e bëjmë ne këtë identifikimin kur problemi që ka Italia dhe e gjithë mesdheu është fakti se s'ka asnjë dokument identifikimi me këta që vinë nga Afrika. Jo vetëm dokument identifikimi nuk kanë, por në momentin që ata pranohen në këto qendra, ata fillojnë me herë procedurat e azilit. Nuk ka asnjë lloj garancie që janë emigrantë vetëm që vinë nga lufta dhe nuk ka lloje të tjera emigracionit përfshirë në të, edhe nga i karakterit të rrezikshëm. Nuk kemi asnjë lloj kapaciteti neve që t'i përpunojmë si duhet, t'i filtrojmë si duhet, dhe mbi të gjitha, nëse tendenca e vendeve të Bashkimit Evropian është që këto qendra t'i ngrenë në zona super të sigurta, zona në cilat edhe kur janë ngritur nuk kanë mundur të shmangin arratisjet, daljet në një përplasje dunën në një numër të madh, atëherë tendenca ka qenë që t'i nxjerrin krejt jashtë vendit të tyre. Ndërkohë ne në vendet të cilat nuk janë prekur nga flukse migratore, mund në mes qyteteve, në për spitale, në për pallate sporti, në për ish qendra kulture, pra bashkë në mes qyteteve, ngrem këto qendra pa asnjë lloj masë sigurie, po patjetër i kanë përcaktuar. Jo, i kanë përcaktuar. Pra, jo vetëm që përcaktojnë zona përveç qarkut të Korçës, që është qarku më i prekur që preket çdo bashki e qarkut të Korçës, edhe në Pustec ngren qendër emigrantësh në Pustec që ka numri i votuesve në atë zonë, është bashkia më e vogël e vendit, është disa mijëra, u çojnë edhe një raj sa është popullsia, u çojnë aty. I çojnë në mes të Korçës, i çojnë në mes të Bilishtit, në mes të Maliqit. Një pyetje të vogël. Jo, them vetëm qendrat ku i çojnë, se nuk është se i çojnë jashtë qyteteve. I çojnë në mes të Përmetit. Po ja përplasin në fytyrë shqiptarëve. Pyetja ime është kjo. Ka qenë teori konspirative në 10 vitet e fundit. Plani i largim dhe zëvendësim. Mos po implementohet plani për zëvendësimin e shqiptarëve? Është pjesë e planit. Pjesë e planit. Pra është zyrtare, kjo është politikë zyrtare, tani duan të na zëvendësojnë. Është politikë zyrtare sepse zonat në të cilat presupozohet që të vinë qarqet e jugut, pra qarku i Korçës, qarku i Gjirokas dhe qarku i Vlorës, janë qarqe që plagën më të madhe kanë emigracionin